Isha shumë e re, vetëm 16 vjeçe, kur njoha dashurinë e jetës sime. Duheshim shumë. Vitet e para të lidhjes sonë ishin kaq të bukura, por shumë shpejt gjërat ndryshuan. Pas ardhjes në jetë të vajzës sonë, ai u bë një tjetër njeri. Filloi drogën, alkoolin, skenat e xhelozisë dhe akuzat për tradhti. Papritur, një ditë nisi dhuna. Çdo mbrëmje shtrihesha në shtrat me dëshirën për t'i dhënë fund kësaj marrëdhënieje. Por mëngjesin pasues, gjeja një buqet me lule ku kërkonte falje. Mbyllja syt dhe besoja vërtet se kësaj here do t'ishte hera e fundit. Derisa një mbrëmje, mendova se s'do të kishte më mëngjes për mua. Ai tentoi të më mbyste në sy të vajzës sime 5 vjeçare. Atë natë mora vendimin më të rëndësishëm të jetës sime. E denoncova. Nisa procedurat për divorc dhe ika larg bashkë me vajzën time. Sot jetoj e lirë dhe vajza ime zgjohet e qetë. Shkëpute zinxhirin e dhunës. Denonco. Asnjë justifikim për dhunën ndaj grave dhe vajzave.